Kemi sërish bashkë në rrethani të flasim edhe për rastin cilin e kemi paralajmëruar qysh në fillim. Sot në gjykat pritet të shpallët akt gjykimi sa i përket rastit Orenda, asaj që ka ndodhur në Pemë për 3 infermierët. Për njërën prej tyre po thuhet se edhe është liruar nga akta akuzat, megjithatë për gjitha këto do të flasim. Bashkë me neve në studio është Paulina. Paulina, mirë se vjen. Mirë se gjeta, Knaci, ti jem prapë këtu si në shtëpinë time. Mirë se vjen. Në anën tjetër e kemi edhe avokatin, zotrin Emrushka Srati, mirë se vini, faleminderit shumë. Mirë se gjej. Dhe përmes një lidhje direkte do ta kemi edhe kushtrime Thaçi Idrizi, sociologe. Për pak do ta kemi, po thonë regjia, edhe sociologën. Paulina, do doja të nisni me ju, gjatë gjithë kohës, shpesh sa jemi taku e kemi diskutuar dhe këtë ngjarje shumë të rëndë që ka ndodhur në atë kohë, ato video të cilat pastaj u publikuan nga një gazetare, ishin pamje shumë të rënda. Tani jemi në vitin 2026, për ngjarja ka ndodhur në vitin 2022, një koment parë për ngjarjen. Fillimisht ka qenë tronditse për të gjithë neve të shohim një akt të tillë dhe as më tepër të shohim një akt të tillë që kryhet nga disa vajza të reja, njëra xhiron, tjetra e ushtron dhunën dhe një tjetër që del nga dera atje dhe kalon sikurse nuk po ndodh asgjë dhe gjithçka të shoqërohet me të qeshura derisa një e moshuar, e sëmur, e dërguar atje për një kujdes më të mirë, lutet e çan edhe friksohet nga ato. Kështu që ka qenë një prej pamjeve më tmerruese që kemi parë ne viteve të fundit, gjë që nuk e arsyeton në asnjë mas, në asnjë shkallë veprimin e bërë, për shkak se ishte plotësisht një person i pafajshëm përballë tyre që as nuk ka mujt me ushtru dhunë, as nuk ishte asgjë që mund ta nxiste paraprakisht një situatë të tillë. Prandaj mbetet një prej pamjeve më trishtuese që kemi parë ne ndonjëherë. Një akt i tillë sigurisht është i dënueshëm dhe unë besoj shumë që drejtësia deri tash është vënuar, sepse pamjet vetëm se e kanë dhënë, le ta themi, verdiktin final që do duhej të jepej, sepse gjithçka shihej qartë. Po ushtrohej dhunë ndaj një gruaje të moshuar dhe të sëmur në një shtëpi ku ajo është dërguar që të jetë e sigurt dhe nën kujdesin e infermierëve. Ne e dim shumë mirë që këtyre infermierëve dhe ju është revokuar licenca, ato nuk do të jenë infermiere më kurrë në jetën e tyre, gjë që unë besoj që është një pjesë e vogël e drejtësisë që është vënë në vend, sepse nuk mund ta ushtrosh profesionin e infermierit dhe të kesh sjellje të tilla. Nga ana tjetër ka qenë një shok për familjen, sepse unë kam kontaktuar edhe me familjen e zonjës së Ndjer tashmë, Nura, dhe ata ende nuk mund ta marrin veten nga trauma që kanë përjetuar, sepse gjithçka ka qenë e planifikuar që zonja ta marrë një trajtim shumë të mirë mjekësor dhe të jetë sigurisht në një ambient ku trajtohet mirë. Kur është hapur Orenda, ambienti në cilin është hapur Orenda, sepse unë vi nga Peja, dhe ai ka qenë ish objekt institutit të shëndetit publik. Dhe është mu në pjesën ku parashihej që të jetë një vend me shumë gjelbrim, me ajër të pastur, me kushte shumë të mira, dhe sigurisht ishte bërë, le të themi, një lloj marketingu në gjithë rrethjen atje se po bëhej një punë shumë e mirë, ishte bërë një investim shumë i mirë dhe njerëzit edhe kishin dëgjuar jashtë qyteteve tjera prej nga dhe vjen zonja tashmë e Ndjer dhe gjithçka u përmbys me një akt të tillë që sigurisht se mbetet një njollë e madhe për infermierët që kanë kryer aktin, por edhe për çdo që mendon se mund ta bëjë dhe të kalojë lehtë. Domethënë nuk e di si ta përmbledh, përveç se është një traumë të cilën ne kemi përjetuar të gjithë, e familja sigurisht nuk mund të harroj kurrë. Do ndajemi tek shumë detaje, Paulina, duke pas parasysh që pastaj kemi pas informacione të shumta që lidhen me rastin, qoftë për gjendjen familjare, arsyet pse është dërguar aty e të tjera. Mirë, po natyrisht është shumë avokatë shumë vështirë të flitet tashmë sepse viktima që ka qenë e dhunës tashmë është zonja Minire që është e Ndjer dhe për familjarët natyrisht është shumë e rëndë që këto pamje të përsëritet, kjo temë përsëritet dhe nga një bashkëbisedim që patëm me vajzën e zonjës, e cila nuk mundi të prononcohej sot për shkak të gjendjes emocionale, ajo tha se ndihet shumë e zhgënyer nga neglizhenca sa i përket këtij rasti. Ajo thotë që themi ky rast ka vonuar shumë dhe dua di se si janë procedurat dhe çka mund të presim sot me që është paralajmëruar që do të shpallet edhe akt gjykimi. Faleminderit. Nga ajo që unë kam mbretur në pamjet filmike të publikuara që në start më kujtohet ky rast në mediave në mënyrë filmike, rezulton se vepra penale nga infermierët është kryer me veprimet e tyre sulmit, kështu edhe ishte në cilësim juridik të akta akuzus.
Në anën tjetër, sa i përket çështjes së lirimit që e ndëgjova se është liruar njëri nga infermierët prej trijave sa kanë marrë pjesë në atë sulm, sigurisht që ka rezultuar në mungesë prova, megjithatë besoj në drejtësi dhe drejtësia natyrisht do ta jep mendimin e vet përfundimtar. Jam i vetëdijshëm se ka prolongim procedurën nga sa rasti ka ndodhur vitin 2022, tani jemi në vitin 2026, rezultat ndikon afër 4 viteve, mirë po. Opinioni publik besoj që duhet ta kupton se gjykatat janë të ngarkuar me lanë bëheke shumë dhe i trajtojnë lanë sipas prioriteteve ligjore. Në rastin konkret, rasti si rast, sado që i ndihshëm publik mediatik nuk e ka pasur atë përparësinë ligjore në krahasim me raste të tjera, siç janë për shembull veprat penale të dhunës familje, mësnë veprat penale që kanë bënë me paraburgimit e tjera që kanë përparësi ligjore në këtë drejtim. Pa mohu edhe këtë rast specifik. Për cilat vepra rëndohen këto vajza infermierje për aktin e sa në vërejta ngarkohen për vepra penale të sulmit. Është një vepër penale, e cila është e dënueshme deri në 3 vite burgim, maksimumi i kësaj. Natyrisht nëse përdoren mjete të rrezikshme, është kufizimi 6 muaj deri në 3 vite. Në rastin konkret, është përmbush ai kushti i paragrafit 2, me sa duket, e kodit penal të 184 paragrafi në lidhje me paragrafin 2, që dhuna përkatësisht sulmi është orientuar ndaj viktimës së ndjeshme. Dhe realisht viktime ndjeshme pa tjetër se i përmbush kriteret tjetë në rastin konkret e moshuara, që ka qenë objekti sulmit nga infermierët dhe natyrisht mbi të gjitha ka qenë në një institucion ku i është besu nga familjarët e rrujtja dhe mëshenja asaj sociale, në kuptimin e faktit që ka qenë moshume dhe është desht ketë një përkujdesën nga dikush. Në rastin konkret, familjarët me arsye kanë zgjedhur institucionin që kujdeset për këtë çështje, institucionin që paguhet për këtë çështje dhe institucionin që kujdeset edhe për të moshumit edhe për të mitur të fëmijët për shembull. Ata nuk kanë qenë njerëz zakonshëm që kanë pas përgjegjësinë, kanë qenë infermierë të cilët e kanë këtë përgjegjësi kujdese ndaj pacientëve, ndaj të moshuarve, sepse për këtë punë edhe kanë qenë aty. Avokat, sepse i gjithë, themi kështu, i gjithë vëmendja është tek aktgjykimi, te dënimi të cilën do ta marrin vajzat, infermierët në fjalë dhe ju tha që pra rrezikojnë të marrin deri në 3 vite dënim. Ashtu është në bazë cilësimit juridik të akta akuzës. Maksimumi është 3 vite. Çfarë ka vlerësuar gjykata gjatë gjykimit është çështje që do ta shohim tash kur ta shpall aktgjykimin. Sigurisht që do ta tregon se për çfarë vepër penale kanë ardhur në përfundim se është kryer nga infermierët dhe sigurisht që do ta shpallën edhe lartësinë e dënimit. Sipas informacioneve që po vijnë, tash mësoanca vetë ka përfunduar, vetëm pas pak do ta kemi gazetarin Elma Sulejmani, e cila edhe është atje që do të na jap edhe lajmin se me sa vite realisht ka vendosur gjykata që t'i dënoj ato. Paulina, të flasim pak edhe për këtë. Tha më herët që ndoshta për këto infermiere është bërë edhe një lloj gjyqi publik. Janë dënuar mjaftueshëm sepse për këdo që i ka pa këto pamje kanë qenë të papranueshme. Dhe vlen theksohet se në atë kohë pyshojmë edhe pamje. Përpos goditjeve në fytyrë duke ja mbajtur duart, ka pas edhe goditje me gjon në abdomen për zonën e cila ishte pa fuqi dhe ajo që u kritikua më shumë ishin edhe infermierët tjera që e tha edhe Paulina më herët që po kalonin, po qeshnin, po incizonin, pra ishte një veprim që u bë në grup. T'jepej përshtypja sikur kjo është e zakonshme, sikur unë po e hap derën, po e shoh një akt të zakonshëm, sikur kolegja ime atje po e bën një punë. T'jepi kjo përshtypje, kur kalon ajo infermierja tjetër nga dera atje dhe vjen pjesën tjetër. Dhe pastaj shtrohet pyetja, a ka qenë kjo hera e parë, ka qenë hera e vetme, a ka qenë personi i vetëm që i është ushtruar dhunë, apo vetëm se ka pasur një xhirim, një provë materiale ka dalur në pah dhe shtrohen shumë pyetje të tjera për të cilat ne nuk mundemi me pas përgjigje duke marrë parasysh se nuk kemi prova, por me sjelljen dhe normalizimin e këtij akti të jepet përshtypja që kjo nuk është hera e parë. Kjo nuk është hera e parë që po ushtrohet dhunë, por sigurisht se mbetet gjykata për t'i vlerësuar këto, bazuar në fakte, unë po e them bazuar në perceptimin që të jepet nga ajo që sheh në video. Dhe në fakt, sipas informacioneve që tani kam edhe nga gazetarja që është atje, vendimi i gjykatës është që Aurona Pelaj dënohet me 2 vite burgim, ndërkaq 2 infermierë tjera të cilat po ashtu akuzoheshin për këtë vepër janë liruar nga akuza.
Paulina, një koment parë për vendimin e gjykatës për Aurona Pelaj. Fillimisht dënimi me burgim është një dënim i pritshëm. Unë besoja fort që do t'jetë dënimi maksimal, sepse besoj që shumë që dënimi maksimal do duhet të jepi në këtë rast. Ne nuk jemi njohës të drejtësisë në thelb, por duke i parë këtë pamje, besoj që nuk duhet të jesh ndonjë ekspert i madh për të dhënë një vlerësim se ky rast meriton dënim maksimal. Nga ana tjetër, personi që është duke xhiruar dhe të lirohet nga këtë akuzë, besoj që është padrejtësi ndaj drejtësisë që meriton zonja në fjalë. Për më tepër unë besoj që edhe avokati do e shtjelloj në aspektin ligjor, por një person i cili xhiron një akt të dhunë dhe një person tjetër i cili kalon atje dhe nuk e jep ndihmën ndaj një viktime, unë besoj që është bashkëfajtor. Dhe kemi edhe raste ku njerëzit ngarkohen me akuza të tilla si mosdhënia e ndihmës. E në këtë rast po dalim që kemi të bëjmë me dy infermierë të cilat po lirohen nga këtë akuza dhe ne këtu në video po shohim që njëra ushtron dhunë, tjetra xhiron, tjetra kalon sikur s'po ndodh asgjë dhe po e sheh aktin, po e sheh, do të thotë si është e mundur. Si është e mundur avokati ndoshta na sqaron. Po, avokat, 2 vite burgim. 2 vite për burgim mendoj për rastin që është kryer si sulm ndaj viktimës ndjeshme të moshuarës, as më tepër kur jeta asaj i është besu institucionet shëndetësor në rastin konkret edhe infermierëve, është dënim i ulët. Unë besoj që pala dëmtume ka pas përfaqësues ligjor në këtë drejtim edhe sigurisht që do ta përcjell situatën edhe sigurisht që do të ushtron ankesë, por shpresoj që edhe prokurori i çështës i prokurisë themelore në Pej po ashtu do të ushtron ankesë, ndryshe nëse pala e dëmtume për të paragjykojnë nuk ka pas përfaqësues ligjor përkatësisht avokat, publikisht i them që do të lajmërohet lirisht sepse mund të kyçim që tani që ta përfaqësoj rastin më tutje në procedurën e ankesës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Pej. Maksimumi i kësaj vepre thash paraprakisht se është deri në 3 vite burgim, kështu që gjykata ka vlerësuar shkalla e parë dënimin çfarë pas ka shqiptuar prej 2 vitesh, mendoj se është desh të ketë parasysh rrethana të rënduese në këtë drejtim. Nga se në video shihet shumë mirë se me gjitha veprimet, jo që i ka konsumu veprimet penale aja që është shpall fajtora e Pela mbi emrin, apo se aja infermiera, por aja ka vazhdu si thosh me një lloj vetkënaqësie, duke marrë viktimin me dur, në mënyrë fizike, edhe duke sulmu, dhe ka përdor dhunë të vazhdueshme, sulm të vazhdueshëm. Mas flasmi për infermierët tjera që kanë kalu para aty dhe kanë shfaq një kënaqësi të thojza eventualisht në drejtim që nuk kanë parandalu, me ndërhyjmë, me parandalu. Kështu që në këtë drejtim akuza e lirimin ndaj tyre unë besoj që është e padrejtë, por megjithatë derisa nuk i kam shkresë dhe lëndës mund të paragjykojnë këtë drejtim, kështu që nuk do t'ja leje vetvetes për pa lexuar lëndën si tillë. Po, sepse do ta kemi gazetarin, si avokat, do ta bëj pyetjen pastaj për rrethana të cilat shihen në video. Elmën e kemi gati, Elma, faleminderit për këtë inkuadrim, nëse po na dëgjon, çfarë u thanë në gjykata dhe cili është, themi kështu, verdikti i gjykatës? Përqenimja i datë juve dhe shikuesit e televizionit të shtatë, lajmërohem nga gjykata themelore në Pej, ku është vetë se ka përfundu që disa minuta shpallja e vendimit për 3 të akuzuarat e rastit Orenda. Atëherë, ky rast, besoj edhe shpjegut, ka të bëjë me 3 infermiere të cilat dëqueshin e akuzueshin për rrajën e një të moshuare, për sulmin ndaj një të moshuare në nëntor të vitit 2022 në një qendër private të pleqve të quajtur Orenda në këtë rast. Atëherë të akuzuarat kanë qenë Aurona Pelaj, Ajtina Rexhepi dhe Remzie Kuçi, të cilat nga kjo shpallje e gjykatës, vetëm Aurona Pelaj është shpallur fajtore me 2 vjet e 3 muaj burgim, ndërsa 2 të tjerat janë liruar nga akuzat. Avokati i familjes të moshuarës tashmë të ndirë huni para mediave dhe nuk u pajtuan as pak me këtë vendim të gjykatës, vendimin e quajtën të papranueshëm për shkak se 2 vite e 3 muaj burgim për Aurona Pelaj për ta është pak, ndërsa që 2 të akuzuarat tjera mos të dënohen as pak nuk ishte vendim i duhur për ta. Të njëjtit do të presin edhe vendimin zyrtar në këtë rast dhe pastaj do të merren edhe me procedura tjera në rast se do të dërgojnë ankesë në gjykatën e apelit të Sejut.
E qartë. Mirë, Elma, falenderoj për këto informacione. Mirë, do të kalojmë, kemi edhe sociologën tashmë, ndoshta pak është kyçur me vonesë, megjithatë tani është shumë e rëndësishme ajo se si do të ndjehen familjarët e të ndjerës pas këtij vendimi të gjykatës. Dhe dua të pyes pas këtij rasti, pas asaj se çfarë ka ndodhur, jemi në vitin 2026, ngjarja ndodhi në vitin 2022, me çka do të përballen familjarët? Po, sigurisht, pas të përgjigjem pyetjes tënde, edhe të kalojmë tek ajo apo ndëshkimi dhe këtë pasojat dhe çdo gjë, domethënë që veç edhe po ndodhen edhe gjykimi dhe të gjitha, unë vetëm desha ta përshëndes gjestin e një ndër fermerëve të cilët para se të derdhë çumshti ja u dërgoi edhe shpreh vullnetin t'ja u dërgoi dhe t'ja u dhuron do të thonë të moshuarve. U tash diçka të ndodh me qumshin që fatkeqësisht dhe bashkë sigurisht edhe mobilizohem me të gjithë firmat që dikush të bën një gest është për të përshëndetur që dikush po kujdeset për të moshuar. Atëherë, për me dalë në temë të përgjigjem pyetjes tënde në lidhje me familjarët dhe gjithë kjo, nuk është vetëm një dhimbje e familjes, por unë mendoj që është dhimbje edhe për jetim, ndoshta edhe neve pjesëtarëve tjerë të shoqërisë si shoqëri kosovare që jem. Jo vetëm që familja ka përjetuar, po edhe ne si shoqëri më gjerë, sepse ka ndodhur një rast, po çka më tej, ose çka në për ato raste të izoluara që nuk kanë mund ndoshta edhe të filmohen, të transmetohen, por mendoj që është edhe një mungesë edhe informacioni të ipër, mungesë sigurisht që të uipen këtyre të moshuarve apo të ketë një lidhje se si ata të përjetojnë abuzimin edhe dhunën, domethënë që ushtrohet apo është ushtruar në të kaluarën për ta. Kështu që po sigurisht familja bashkë dhe ne bashkë ndjejmë edhe këtë gjest, qoftë i merituar apo jo, nuk më takon të jap një verdikt, por që mendoj që çdo gjë duhet të jepet llogari para organeve gjyqësore dhe shtetërore për çdo veprim të cilën është abuziv dhe te kalon normat edhe e zhvlerëson edhe çdo gjë që moshën e tyre nuk e vlerëson dhe si të më të paragjykuarit të shoqërisë ku trajtohen si më pak të vlefshëm dhe të paaftë. Po, e qartë. Mirë, Paulina, duhet ndalim edhe tek një pikë tjetër. Kështu të themi në Kosovë nuk është edhe shumë praktik që ndoshta të moshuarit edhe nëse nuk kanë mundësi të kujdesen shumë për ta, nuk i dërgojnë në shtëpinë e të moshuarve. Qoftë për shkak të mentalitetit, besoj që edhe ti në ato diskutime që i kemi pas keni qenë kundër që një gjë të tillë, nuk e di nëse kjo është për shkak të kushteve që janë në Kosovë, por pas këtij rasti që ka ndodhur, a mendon që kjo e ka zbe edhe më shumë faktin që ndoshta familjarët nuk do duan që nëna apo babai i tyre të jenë në kushte të tilla pas asaj se çfarë ka ndodhur? Në fakt, unë kur kam dalë kundër dërgimit të prindërve në shtëpinë të moshuarve, përveç reagimit tim e kam dhënë edhe arsyetimin tim dhe gjithmonë kam përjashtuar të gjitha ata fëmijë të cilët e bëjnë më të mirën për prindërit e tyre, por nuk mund të kujdesen në raste të caktuara apo ekstreme. Kur kemi të bëjmë me sëmundje për të cilat nuk mund të kujdesesh dhe nuk mund të jesh 24 orë në krah të prindit tënd, ndonjëherë mundohesh me gjetë zgjidhjen më të mirë. Dhe në këtë rast, familja Nura ka paguar shumë shtrenjtë për një qendër private, për një shtëpi private si Orenda në Pej, në mënyrë që të siguroj më të mirën për nënën e tyre. Dhe në këtë rast, ata kanë tentuar të bëjnë më të mirën për nënën e tyre dhe ajo atje ka qëndruar vetëm 8 muaj Ajda, ndërsa sëmundja e saj është paraqitur më herët dhe ka vazhduar edhe pas qëndrimit në shtëpinë e të moshuarve Orenda në Pej. Pra, zonja Nura në çdo moment ka pasur kujdes, dashuri dhe përkujdesje nga familja e saj, por që është bërë shumë e vështirë të menaxhohet situata për shkak të sëmundjes. Dhe në momentin kur ka qenë edhe në shtëpinë Orenda, ajo nuk ka mundur të komunikojë. Rrjedhimisht ajo nuk ka mundur as t'i tregoj familjes së saj, vajzës së saj, që e ka vizituar 2 herë në javë nga Gjakova në Pej se çfarë po ndodh. Ajo vetëm ka qajt, gjë që është
kuptuar si mall ndaj vajzës. Dhe në raste të tilla kur kemi të bëjmë me sëmundje të cilat kërkojnë një person 24 orë në shtatë që të jetë afër personit, është vështirë e menaxhueshme. Prandaj edhe familja ka marrë një vendim të tillë që është gjykuar shumë nga kjo shoqëri e cila nuk hyn asnjëherë në këpucët e tjetrit, por e ka shumë të lehtë që të shkruajë në komente dhe të jap gjykime në rrjetet sociale, çka e ka ngarkuar edhe më shumë familje në ura, e sidomos vajzën e zonjës tashmë të ndjerë zonjës Minire, e cila është kujdesur shumë për nënën e saj deri në momentet e saj të fundit. Prandaj është shumë mirë që ne të mos gjykojmë, ta kuptojmë anën tjetër dhe kur themi se duhet apo nuk duhet i dërgojmë prindrit në shtëpinë e të moshuarve, unë gjithmonë them se duhet jemi aty për të kujdesur për ta 24 orë në shtatë. Po në raste të tilla si kjo është pas zgjidhja më e mirë, madje është paguar shumë shtrenjtë për kushte më të mira, për ambient mirë, për kujdes mirë, për barna, ushqim, art pastër e tjerë. Familja nuk do të mund t'ja ofronte me atë orar. Fiks, dhe çka ka bërë paraprakisht familja, para se të dërgohej zonja Minire në shtëpinë e të moshuarve Orenda në Pej, kanë punësuar njerëz të ndryshëm në mënyrë që të qëndrojnë me ta derisa familja e saj të jetë në punë. Do të thotë ka pasur në vazhdimsi, le të themi, tentativa për të siguruar që ajo është duke marrë trajtimin më të mirë të mundshëm bazuar në smundjen e saj gjatë kohës kur familjarët nuk janë në shtëpi. Dhe ne të gjithë e dimë që nuk mund të jemi në shtëpi 24 orë në shtatë për askënd, dhe ne jemi për momentin tani në vendin e punës. Jemi duke bërë diçka, është e pamundur që të kujdesemi për prindërit tanë derisa janë në shtëpi. Prandaj ky popull duhet të ndalet dhe të mos gjykojë të gjithë ata të moshuar që kanë qenë në shtëpinë të moshuarve Orenda, familjet e tyre janë munduar ta bëjnë më të mirën e mundshme për ta. Dhe një gjë e tillë është munduar që të bëhet edhe për zonjën Minire. Por që del tashmë një gjë e tillë nuk ka qenë as e paramenduar, as ka qenë as nga familja natyrisht. Avokat, çka pritet tutje? Tha që avokati ka mundësi ankese pas vendimit të marrë, sepse kemi informacione që kanë një avokat familja i cili tashmë është prononcuar para mediave, nëse do të kemi mundësi të shohim edhe atë se çfarë ka deklaruar nëse do të jetë gati, por a do llogaritet edhe koha që ndoshta kanë qëndruar në para burgim apo si janë të rregulluara në aspektin ligjor këto? Pas shpalljes së gjykimit, palët kanë të drejtë ankesa në afat për 30 ditësh nga dita kur e morën gjykimin në formë të shkruar. Kështu që sigurisht që gjykimin do ta marrin palët në procedurë në përgjithësi, edhe pala e shpallur fajtor edhe pala dëmtuar, edhe sigurisht që do të përdoren mjetet e tyre juridike sa i përket spoku pala dëmtuar për lartësinë e dënimit, si se thash në këtë drejtim. Dhe procedura vazhdon matutje në gjykatën e apelit. Natyrisht se gjykata e apelit e ka diskrecionin ligjor që ta vlerëson peshën e veprës penale, natyrën e veprës penale dhe veprimet që janë ndërmarrë, edhe e vlerëson shkallën e lartësisë të dënimit, a është dënimin përshmëri me veprën që është kryer edhe pasojat që ka shkaktuar dhe veprimet që janë ndërmarrë në detyrim të kryerjes së veprës penale. Kështu që besoj që në vazhdimsi procesi gjyqësor do të bartet tani sipas ankesës në gjykatën e apelit në afatin ligjor. A mund zgjas kjo, sepse e dim që nga 2022 deri në 2026 kemi prit për një gjykim. Tani tjetër që do të zgjas. Trupi i gjykatës për gjyqtari çështje se ka afatin e vet ligjor prej spakti 15 ditë shkojnë para burgim me nxjerrë gjykimin mirë shumë apo kur të mbrojt lirimin në afatin për 30 ditësh. Në rrethonat nëse ka volumin 88 punës edhe tashin edhe pushimet verore nga 24 korriku dhe me 24 gusht ta kupton opinioni publik se sistemi gjyqësor komplet shkon në pushim vjetor, pra ashtu rastet të kujdesarive që do të janë gjyqtarë për rastet që ndodhen eventualisht. Dhe kështu që të pas parasysh këtë kohë nuk pres që gjykimi në formë të shkruar të mrrin tek te palët deka fundi shtatorit, eventualisht varësisht se si do të rrjedhë situata. Nga data kur pala fundit që e pranon gjykimin i rrjedh afati për ushtrim të ankesës që është 30 ditë, edhe harrova të them edhe në rast se s'ka mujt gjyqtari që është ta përfilon gjykimin në kohën e arsyeshme, sipas ligjit mund të kërkon nga kryetari i gjykatës për arsyet që i tregon që të shtyhet edhe jepet afat shtesë për ta përfiluar gjykimin. Këto matematika juridike më çojnë që deka fundi shtatorit eventualisht palët ta kenë mundësinë ta ushtrojnë ankesën e tyre, nga se nga pala fundit që pranon vendimin gjyqësor, llogaritet edhe afati për ushtrimin e ankesës. Kështu që
mund të ndodhë që pala ta lënë ushtrimin e ankesës, bie fjala në ditën e 27 apo 28, 22 para përfundimit të afatit ligjor. Dhe kjo na tregon për një shtyrje të procesit derisa të krijohen kushtet ligjore që çështja të shkon sipas procedurës me ankesën e gjykatës në apelit. Po, dhe kjo ishte edhe brenga më e madhe që kishin familjarët edhe në prononcimin e saj. Duke folur për familjarët këtu vetëm po duam ndëlis sepse dje derisa po bisedoja me zonjën Zhaneta, vajzën e tashmë të ndjerë zonjës Minire, ajo shpërtheu në vaj nga emocionet dhe më tha që prej asaj dite kur e ka pa këtë video, më nuk jeton njësoj. Ajo thot se funksionon, del në punë, ka familjen, ka gjithë shka, por që jeta asaj ka ndryshuar plotësisht. Mund ta marrim me mend se si ndjehet një vajzë që e sheh nanën teksa dikush e dhunon në atë formë dhe me të thënë të drejtën jam ende në ato emocione nga biseda që kisha me të, sepse më ndikoi dhe mua shumë të them të drejtën një vajzë e cila sikur ndjehej se përkundër që i ka bërë të gjitha çfarë kishte në dorë, nuk ka bërë mjaftueshëm për nanën e vet dhe të gjithë besoj e kemi këtë ndjenjë, sikur nuk po e bëjmë më të mirën e mundshme, derisa po i bëjmë të gjitha që kemi në dorë. Prandaj unë vërtet se dua ta përgëzoj atë për gjithçka që ka bërë për nanën e vet dhe sigurisht të them se një vendim i tillë përveç se është i padrejtë, duhet që të shkojë deri në fund. Unë i kuptoj të gjitha procedurat, e di që do të zgjas, por që tashmë akti ka ndodhur dhe drejtësia sa do e vënuar, është më mirë se e haruar. Prandaj besoj shumë që zonja Zhaneta do i ndjek të gjitha rrugët ligjore, siç i ka ndjekur deri më tani. Dua të theksoj se në një prej seancave gjyqësore, këto pamje kanë rënduar aq shumë saqë ajo nuk është ndjer mirë, është smudh dhe është detyruar me lshu gjykatën, sallën e gjykatës. Prandaj po du me dalë të dami emocional që i ka shkaktuar familjes një akt i tillë e vajzës, sidomos e cila ka qenë e pranishme edhe në seanca gjyqësore dhe thotë se ka qenë më së vështirë të përballësh me ato pamje përsëri. Sado që kishe aty njerëzit të cilët e kanë kryer aktin, këto pamje janë ato të cilat vazhdojnë të jenë traumë e përsëritur për gjithë familjen ora. Patjetër, e thash edhe më herët Paulina që këto pamje do të jenë shumë vështirë të përballohen sepse tani po kthehet kjo temë edhe një herë dhe po shpërndahen kudo këto pamje të tmerrshme dhe familja i përjeton më shumë duke pas parasysh që tashmë zonja Minire edhe është e ndjerë dhe dua ta pyes pak sociologën, e tha dhe Paulina, pavarësisht që familjarët janë munduar që ta bëjnë më të mirën për familjarën e tyre, që t'i ofrojnë ato kushtet e kujdesit, shoqëria jonë gjithmonë i paragjykon, pa ditë rrethanat familjare, pa ditë arsyet pse të njëjtit kanë vendosur me dërgu atë dhe çfarë mesazhi jep kjo? Çka tregon kjo për mënyrën se si shoqëria paragjykon vendimet e të tjerëve dhe për mënyrën se si sillen me të moshuarit në Kosovë, kushime? Po, unë mendoj që si shoqëri nuk është e gatshme të pranoj këto ndryshimesh edhe të pranohet realiteti, po ashtu dhe të përballen me fakte të cilat ndoshta edhe i mungon kësaj shoqërie. Janë të panumërta, po që jemi paragjykuar si shoqëri është de facto më së evidente, por që mendoj që duhet të mësohemi dhe të jemi gati për edhe të kuptojmë edhe moshën e tretë, ka domethënë të moshuar të cilët me dëshirë dojnë të shkojnë në për këto institucione edhe në për këto domethënë qendra të përkujdesit, por nuk duhet paragjyku. Duhet të thjesht, por nuk jemi siç e thash gati të pranojmë realitetin apo ndoshta edhe këtë trend të ri në shoqërinë tonë. E qartë. Paulina, një mesazh të lutem për fund. Ajo që dua të them është se në këtë shoqëri duhet të kuptohet sakt roli i secilit. Në momentin që të besohet roli i infermierit, është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë seriozitetin e punës, sepse si popull nuk është se i marrim seriozisht punën tona, nuk është se i marrim seriozisht pozicionet tona. Dikush është infermier, dikush është ashtu, dikush është të gjithë duhet ta kuptojmë peshën e rolit të tyre në një institucion dhe përgjegjësinë që duhet ta japin kundrejt punës që e bëjnë. Prandaj në këtë rast unë besoj se është mësim shumë i mirë
për të gjithë ata të cilët janë në pozicione të tilla, kanë punë me kategori kaq të ndjeshme, qofshin fëmijë në përkofshi, qofshin të moshuar në shtëpinë e të moshuarve, të sëmurë, çka do qoftë, që të kenë kujdes, sepse e tha edhe pak më herët avokati, kemi të bëjmë me një kategori shumë të ndjeshme, një kategori që as nuk arrin të sulmoj e as të mbrohet, dhe si e tillë nuk arsyeton asgjë pastaj aktin, sepse momenti kur kemi të bëjmë me dikë që të sulmon edhe arsyetohet vetëm mbrojtja, por në këtë rast të ndjesh kënaqësi, të qeshësh, të rahësh në këtë formë, të adhunosh në këtë formë, një të moshuar, e cila nuk mund të fliste për shkak të sëmundjes, nuk mund të tregonte për shkak të sëmundjes, sikur ishin elemente që ishin në favor të kryesve të veprës, sepse zonja Minire nuk do të mund t'i tregonte dikujt, sepse po ta bënin ndoshta të njëjtën vepër ndaj dikujt tjetër që mund të fliste, sigurisht se do të rrezikoheshin, kanë qenë goxha të sigurta se kjo nuk do të shkojë tutje. Prandaj unë besoj shumë që duhet të jetë një mësim që ka dhe Zot, ka dhe diçka që është ajo karma që thuhet, ka dhe diçka që ndoshta ti beso që je më i sigurt i mboç duke e bërë një akt të shëmtuar në momentin që nuk po të shohin të tjerët, por ja që diçka rjedhë dhe del në pa. Unë besoj shumë në drejtsinë e Kosovës dhe besoj shumë që ky aktgjykim i ditës së sotme duhet të shkojë në apel e të rikthehet në rigjykim edhe pastaj të jepet dënimi maksimal, e po ashtu të rishikohet shumë mirë edhe lirimi nga këtë akuza i dy infermierëve të tjera, sepse më duket nonsens që njerëzit të cilët janë aty e shohin të ndodh dhuna, nuk e ndalin, e xhirojnë, nuk japin ndihmë dhe tani dalin të pafajshëm. Si ndodhe kjo? Po. Avokat, për fund? Mesazhi im është që qytetari i Kosovës të beson edhe në institucionet e mirëqenies të përkujdeset për të moshurit, nga se në rast pse ndodh nuk guxojmë që paragjykojmë që edhe raste të tjera mund të ndodhin si soi, familja nuk duhet të ndihet e zhgënjur pavarësisht se ka pa rastin vërtet tepër shqetësues, edhe ne si publik e kemi përjetuar atë rast tepër të ndihshëm, nga se sulmi është përdorur ndaj një moshure e cila s'ka pas kurse si mundësi të mbrohet e as që ka provokuar ndonjë sulm dhe ka ndodhur nga personat cilët është desh të kujdesin për mirëqenien e saj sociale dhe shëndetësore. Jam i vetëdijshëm se ndoshta një përkujdese më afërt prindore familjare do të ishte më adekuate, mirë po marr parasysh natyrën e specifikave të familjeve që janë me angazhimin në punë dhe nëse është desh të ketë një përkujdesje profesionale të natyrës shëndetësore, sigurisht se ju ka imponuar edhe ajo çështje të shkohet edhe të vendoset në shtëpinë e pleqve. Në anën tjetër, duhet besohet në drejtësi, nga se drejtësia sado që në shikin parë për familjen e dëmtuar, për palën e dëmtuar, nuk është e plot, nga se mund të kishte desh ndoshta që gjykata e Shkallës-Së të shqiton një dënim më të lartë të akuzuar se cilën e ka gjetur fajtor, edhe të shikon çështjen e dy të tjera që në liruan mungesë prova. Sigurisht, gjitha këto do të shërton gjykata apelit sipas ankesës palëve në procedurë, dhe në rast se gjykata apelit vlerëson se shkelet procedurale janë të paevitueshme, mund ta kthen rastin në rigjykim sa i përket sidomos të moshuarave, se të liruarave nga akuza, ndërsa sa i përket lartësisë së dënimit, gjykata apelit e ka diskrecionin ligjor që mbi bazën e prova që i gjen shkesë dhe landës të ngrit dënimin, ta ndryshon gjykimin e shkallës parë dhe të shqipton dënim më të lartë. Sita që tjetë mbetet tutje gjykata apelit ta shqyrton rastin sipas procedurës së ankesës. Unë besoj që atje në apel do të marrë një seancë e kolegjit, nga se kur janë dënimet me burgim, se apeli mban seancë, i fton palët edhe mund të deklarohen edhe pala dëmtuar së bashku me prokurorin, sigurisht që do të bëjnë një ankesë e cila do të trajtohet në mënyrë meritore edhe sigurisht se do të ketë efektin e vet pozitiv. Besoj shumë që do të ketë një ankesë, sepse kjo ishte edhe kërkesa e vazhdueshme e familjarëve dhe sot gjatë kohës sa Kosova Live ka qëndruar afër familjes, ata ishin shumë të emocionuar, ishin në lëg gjatë gjithë kohës sepse natyrisht e kanë përjetuar shumë rënd. Unë ju falenderoj shumë. Veç ta them, pavarësisht kësaj, ankesat edhe mjetet juridike palë gjithmonë do të zbatohen në procedurë. Jo vetëm në apel, po këtë çështje ta vazhdojnë edhe me gjykatë supreme, nëse gjykata apelet e lënë fuqi aktgjykimin e gjykatës së Shkallës parë. Pse mos shfrytëzohet edhe mjeti juridik i jashtëzakonshëm për shkak përzëritja procedurës si akt juridik i jashtëzakonshëm më i afërt në kuptimin kohor që mund të ushtrohet.
edhe t'i shtjerën gjitha mjetet juridike. Vetëm kur t'i shtjerën gjitha mjetet juridike, atëherë shpirtërisht mund të jemi më të qetë, nga se nëse një gjyqtar ka po një mendim tjetër në pej, i kemi 3 gjyqtar të apelit, edhe 3 në supreme, edhe 6 gjyqtar tjerë, të cilët do të japin mendimin e tyre lidhur me verdiktin përfundimtar të kësaj çështje penale. Dhe vlen theksota se ky është edhe një dëshmi që gjithkush që bën vepra, çfarë do vepra, si edhe kjo vepra që kanë bërë këto vajza, të gjithë duhet t'ju japin përgjegjësia. Nuk e di nëse ky rast do të bënte kaq shumë bujë, nëse nuk do të publikohej kjo video, po siç e tha edhe Paulina më herët edhe sociologa, që herë do kur do gjërat mirën vesh, kështu që duhet kemi shumë kujdes dhe t'i bëjmë gjitha punët me përgjegjësi. Ajda kisha desht me ja dhënë një merit mediave, sepse shumë shpesh dëgjojmë të shohen e të përlyhen mediat, por asnjëherë nuk ndalim dhe nuk mendojmë për impaktin që e kanë mediat në rastet të tilla. Po të mos rrjedhte në media një video e tillë, a do ta kishte të njëjtën bujë? Jo, asnjëherë. Po të mos rrjedhte në media një vendim që në gjykatën themelore në Pej është dënuar me dënimin minimal një dhunuese, një të mitore, a do ta kishte impaktin e njëjtë? Prandaj ju lutem që ta keni një lloj respekti, le të themi, edhe për punën që e bëjmë ne. Shumë e vërtetë. Unë ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim që e bëm, për te rasti që ka ndodhur, ne folëm pak edhe për fenomenin, edhe uroj që arritëm sado pak me shpërnda dhe mesazhe se si duhet sillemi së pari dhe pastaj për përgjegjësitë që i kemi. Faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit juve. Faleminderit juve.